Avokat, duhet të diskutoj me ty dhe një temë tjetër, sidomos pas deklaratës së zotit Rama ditën e sotme, ku pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste u shpreh që do të ketë ndryshime ligjore pas vendimit gjykatës kushtetuese, e ndërkohë tha që Partia Socialiste, pra Kuvendi i Shqipërisë, deputetët e Partisë Socialiste Kuvendi i Shqipërisë nuk kanë asnjë urgjencë për të vendosur lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut. Kavën për të diskutuar këtë, të e di dhe maci e shtëpisë. Po nuk e shet Belinda Ballukun ajo ti. Ai është gati që të nxjerrë njerëzit, të vrasë njerëzit në rrugë për të mbrojtur Belinda Ballukun edhe hajdu të lloqet e saj. Sepse ai në këtë rast mbron veten e tij, nuk mbron Belindën. Ai e di, unë kam thënë në mënyrë përsëritur dhe në emisionet e juaja, që Edi Rama do bëj të pamundur që Belinda Ballukun të mos e çojë prapahekurave, sepse pas saj e ka radhë ai. Dhe ajo është thënë zyrtarisht, ajo ja ka thënë, ai palloshi gjatë ka thënë, nuk mund të bëj me mua atë që bëri babai tim me gjyshin tim. Më qartë e më pas s'ka ku vete. Jo zotë, jo, nuk përzgjen nga Edi Rama. Tani, ka një pyetje të thjeshtë. Që ai s'po i përgjigjet, s'ka këll që ti përgjigjet, se s'ka fytyrë që ti përgjigjet. Le ku ka fytyrë ai po nese. Se nuk është dakord që ajo të jap dorëheqje dhe të shkojë para gjykatës. A jemi të barabartë para ligjit? Pse ajo nuk qenë ka e barabartë para ligjit? Ka që thjeshtë. Pse mendoni avokat që nuk e dorëzon? Pse mendoni që nuk e dorëzon zoti Rama? Se kanë vjedhur bashkë, do të dalën krimet. Ka bërë keq që të dalë ai të kërkojë llogari gjykatës kushtetuese sepse vendose kështu. Edhe pse e pam se si vendose si bëri, pak rëndësi ka ajo, por rëndësi ka që gjykata kushtetuese i tha stop. Tani ai kërkon të përgatisë terrenin që me forma të tjera të ndryshojë ligjin. Jo more, ndryshimi i ligjit është kërë shteti zotëri. Ndryshimi i ligjit, por që me atë opozit që ka ai, do ta bëjë dhe atë, se bashkë janë. E ka mbështetjen absolute të Sali Berisës, të krye tradhtarit, të krye hajdutit, të krye mashtrusit, të shqiptarëve, Sali Berisës. Avokat, mendoni që nga presioni ndërkombëtar mundet që Rama të dorëzohet, pasur parasysh këtu që është thirrur në një po themi takim urgjent nga presidenti i Këshillit Evropian? Komunistët e Evropës do ta mbrojnë Edi Ramën, por ka një problem themelor me veten e tyre dhe me politikën e tyre, sepse duke mbrojtur Edi Ramën ata dalin krye hajdut. Dhe kjo gjë i diskrediton në opinionin publik të vendeve të tyre. Pra nuk do ta bëjnë këtë gjë, nuk do ta lejojnë. Ata do t'i thonë atë që kanë mundësi t'i thonë, se ky si që shikojnë dhe ata, si që shikojnë dhe gjithë neve, ky ka bërë shteti tani dhe ky shtetin e ban me forcë, pushtetin e ban me forcë, e ban kundër vendimeve të drejtësisë, e mban me forcën e kartonave dhe të policisë që ka me vete, se ushteri se ka me vete, nuk diskutohet. Pra, ky mendon që ti iki nga pushteti vetëm me luftë. Dhe pikërisht këtë situatë po përgatit, këtë terren po përgatit. Prandaj do që të bëj dhe ligje apo safat, vetëm që të mbroj të shpëtoj Belinda Ballukun. Zotëri, nuk e di çfarë mendojnë shqiptarët, çfarë mendojnë perëndimorët, po di një gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e falin Edi Ramën. Dhe unë gjithë mbështetjen e kam aty. Dhe e kam tek shteti i thellë, jo tek departamenti i shtetit e ku di unë, e kam atje ku tek mbështetjen dhe besimin tek ata që me të vërtet qeverisin botën. Shteti i vërtet amerikan. Amerikanët e vërtet që Shqipërinë e kanë dashur, e duan dhe do ta duan, edhe pse kanë kundërshtar të fuqishëm të majtës në Amerikë. Avokat, nëse zoti Rama vazhdon me idenë e tij dhe merr hapa konkret për të ndryshuar kushtetutën, a mendoni që mund të ketë ndonjë, po themi, siç e thoni ju, udhëzim nga amerikanët që të rrëzohet nga pushteti? Amerikanët ja kanë thënë që kishin për të thënë, e kanë dënuar 7 vjet atje. Ky mund të bëjë atë që bëri Pinocheti në Kambodja. Dhe në Kini dhe ky Pol Pot Sirik Mataku në Kambodja.
Ky mund të bëjë gjithçka ore. Por ky nxjerr dhe një ditë në rrugë të vras me policë, gjë tjetër s'ka, se ushtrin se ka me vete. Por do t'ja mbyllin, do t'ja zënë kokën me dera aty, ai e di këtë gjë. Po ai thot, ti ki na pushteti, thot ti ki me një farë krenarie, se thua që jam rrëzuar me dhunë. Po ai është i rrëzuar praktikisht. Shteti ka vdekur në Shqipëri, nuk kemë shtet. Praktikisht nuk kemi shtet, zotëri. Shteti është Rama tani. Zoti Islami, besoni që Belinda Balluku mund t'i ketë bërë presion, le të themi, politik Ramës që të mos e largoj nga posti i zëvendëskryeministrit? Ajo atë për ditë, ajo prandaj rezistonte, prandaj thot, e di që i thot ajo, hip këtu Stambollin i thot Edi Ramës. Se s'ke që më bën mua ti, thot. Dhe e ka thënë, s'ka që më bën mua palloshi, thot. O do vdesim bashkë, o do rrojmë bashkë, ka thënë ajo, pik. Dhe ai këtë gjë e di. Ai këtë gjë e di. Por ka një Amerikë në këtë botë, ka një shtet amerikan që e do Shqipërinë dhe që e mbron dhe që e ruan, dhe që do t'i tregoj vendit cili do është anti-shqiptari që edhe spioni të Serbisë e të Greqisë që qeveris Tiranën dhe që është futur në Parlamentin Shqiptar. Se në Parlamentin Shqiptar janë futur rrëmbytjet, më falë për shprehjen, po do ta them, rrëmbytjet e kombit shqiptar, lëburtirat, plerat, lumrat. Avokat, pra ju besoni që Belinda Balluku është guri i fundit që mund të rrëzoj kalan e Edi Ramës? Është e rrëzuar. Është i rrëzuar. Edi Rama është i rrëzuar. Mbahet tani me forcën e policisë shtetit. Me atë mbahet. Nuk ka kurajo që të dalë dhe të jap dorëheqjen. Nuk ka kurajo që t'i thot asaj Belindës jep dorëheqjen tani, sepse janë bashkë të dy, zotëri. Janë bashkë. Ata kanë bashkë dhe duan të vjedhin bashkë. Tani ju hoq mundësia asaj Lubis, këtë Mataharit, ju hoq mundësia të vjedh, dhe si shkoni më tutje, more, se dalë më se kemi ditë për ditë e mendoj dhe s'kam arritur një herë tash për saktësisht. Jo, Belinda Balluku që ka dhënë këto tenderat, ku t'ja ka dhënë? Ua ka dhënë disa ndërtuesve dhe oligarkëve apo jo? Ua ka dhënë. Atëherë këta që kanë bërë këto rrugët, që kanë marrë këto tendera, pse nuk shkojnë para gjykimit, pse nuk merret njëta, pse nuk flet opozita, pse nuk flet Sali Berisha për Bashkim Ulaj që vetë kërkon i het njerëzit vrasin njëri tjetrin në rrjoll të Tropojit, të Shkodrës, pse nuk flet? Sepse janë bashkë, po të themi, dhe njërë tjetër. Populli duhet ngrejt i qëroj të dy palët. Asnjë të mos mbetet më në pushtet dhe në parlament, nga këta policira, që po na terrorizojnë Shqipërinë dhe i kanë përzënë shqiptarët e ikinia shtetit. Ku janë prokurorët? Ku janë prokurorët, po të themi, jo prokuror, se një prokuror me integritet e merr kryesisht një çështje dhe thotë, hajde këtu Bashkim Ulaj ke ndërtuar këtë rrugë, po, është prishur, po, hajde këtu tani të rregoj të vërtetën. Sa lekë ka dhënë dhe sa lekë e harxuar për këtë dhe sa lekë ka mbajtur, ajo se tenderat se kërkojnë kot këta dhe si japin kot, sepse tenderi 30% të vlerës merr ndërtuesi, 60-70% që ne merr Edi Rama me Belindën. Atëre pse nuk ngrihet prokuroria? Pse prokurorët e Spakut nuk i heton? Pra te prokurorët, ai ç'bëri tani? Për të mos u ndier prokurorët dhe gjyqtarët, u ngriti rrogat, u shtoi parat, u zurigoi, se bukat zëgojnë. Avokat, ju përmendët pak më parë në fakt edhe një protestë të disa banorëve në Velipoj të Shkodrës. Njëri prej tyre në fakt i kërkoi zotit Berisha që i thaj që mos na thirr në protestë momentin që nuk vjen me na mbështet ti në protestën tonë par pak a shumë. Dhe Berisha thaj që unë e mbështes protestën, por duhet të jenë me letra pra pak a shumë, ti kenë me letra tokat ata, të jetë në rregull. Sepse letrat e kanë gatuar bashkë me Edi Ramën që va kanë vjedhur. Sepse poshtërsinë e vjedhjes së pronave e ka bëri Pali Berisha, pastaj Edi Rama. Dhe prandaj Sali Berisha nuk vet atje se po ha bashkë. Dëgjoj, Sali Berisha me Bashkim Ulaj kanë shumë marrëdhënie të ngushta me pallate me kulla që janë ndërtuar në Tiranë. Prandaj nuk ndihet Bashkim ai Sali Berisha. Ata shohën shqiptarët fytyrën e vërtet Sali Berisha se cili është. Se këtu është guri i provës. Ja te ka shohën. Ja te ke kanë. Pse nuk del?
Ne kemi thënë, ne kemi denoncuar me kohë, të paktën unë e kam denoncuar ka 2 vjet po e denoncoj dhe them që Sali Berisha është bashkëpunëtor në krim me Edi Ramën. Tani doli fare qartë, lakuriq, siç është surrati tia. Në një kohë kur kemi kaq shumë probleme dhe po themi siç edhe ju e deklaroni që të dy palët edhe Rama edhe Berisha janë kundër shqiptarëve. Si ka mundësi që shqiptarët vazhdojnë akoma flenë gjumë? Nga të vend. Më thuaj. Nga të vend. Të ngrihen apo kanë protestë? Se besuan, po ai do dilin protest, po dilin për mua, do ai. A u ngritën vlonjatur për ujë? Ai sa i që i zhduku sindikatat, ai Sali Berisha i zhduku. Si zhduka unë. Ai ishte Juda dhe armiku i betuar i kombit shqiptar. Ai Sali Berisha. Ai është i pari që për të kundër të cilit duhet protestojnë shqiptarët. Është i pari ai. Pastaj këta të tjerë, se në fundit pjesë e partisë punës është ai, Edi Rama edhe të gjithë rumpallhania e parlamentit shqiptar.